Çifti Dioguardi në Prishtinë do të pajiset me pasaportat të Kosovës. Çifti do të marrë pasaportën Republikës Kosovës nga kryeministri Kurti dhe do të formalizojë pranimin e arkivit personal 50 vjeçar të ish kongresmenit për sjell INA. Sipas informacioneve jo zyrtare nga burimet besueshme në New York, çifti Josef Dioguardi dhe Shëri Kloes Dioguardi së bashku me një grup të Ligës Qytetare Shqiptare-Amerikane pritet vizitojnë Kosovën këto ditë. Ish kongresmeni republikan i New Yorkut, themelues dhe kryetari i lobit të parë dhe të vetëm shqiptaro-amerikan dhe bashkëshortja e tij këshilltare analiste e Ligës Qytetare Shqiptare-Amerikane do të pritet nga kryeministri Kurti dhe presidenti Tyra Xhiu dhe zyrtarë të lartë, liderët e partive miqësore të lidhur me çiftin Dioguardi dhe popullin e Kosovës. Pasi zyrtarisht në ceremoni nga Prishtina, pritet që çifti të marrë pasaportën Republikës Kosovës nga kryeministri Kurti. Në të njëjtën kohë, institucionet kosovare do formalizojnë pranimin e arkivit personal 50 vjeçar të ish kongresmenit. Dioguardi, siç dihet, u bë shqiptar-amerikan i parë zgjedhur në Kongresin Amerikan në vitin 84, në 86 ai sponsorizoi rezolutën e parë për të drejtat e shqiptarëve në Ballkan dhe organizoi seancën e parë dëgjimore për Kosovën. Videot e asaj vizite të publikuar në kanalin e Ligës në YouTube tregojnë pritjen e ngrohtë në Prishtinë dhe Gjakov dhe konferencat për shtyp që bën person non grata në Jugosllavi. Dioguardi dërgoi në Yad Vashem, ku vërtetuan zyrtarisht edhe kontributet e shqiptarëve në mbrojtje të hebrejve. Procesi nisi në New York 3 vjet më parë në konsullatën e përgjithshme të Kosovës me nënshkrimin e procesverbalit ndërmjetësuar nga Faton Pjeslimi për Institutin për Krimet e Luftës dhe Muzeun Kombëtar.